fjala lëndon, duhet ta kem parasysh se ajo mund të jetë më lënduese se sa edhe flakareshi, se sa edhe dhuna fizike. Dhe ka plot prej bashkëshortëve që ndoshta për ta shfryrë mllëfin e tyre përdorin fjalorin, përdorin gjuhën që mundohen ta lëndojnë njëri tjetrin. Njeriu është krijesë e ndërtuar prej trupit dhe shpirtit. Natyrshëm që ai lëndohet edhe fisnikrohet, edhe në trup, edhe në shpirt. Sikur i bën mirë diçka trupit ti, mund t'i bëj mirë edhe shpirtit ti, madje edhe më shumë. Për këtë arsye, madje njeri i kompletuar konsiderohet ai person që shpirtin e ka të mbushur, të fisnikruar, dhe natyrshëm që besimi është në Zotin dhe adhurimi është burimi më kryesor që njeri të përmbushet në anën e tij shpirtërore. Për këtë edhe ka ardhur feja, për këtë është zbritur Kurani, për këtë është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mëshirë për mbar njerëzimin. Në anën tjetër, njeriu edhe lëndohet pra vrahet, plagohet në trupin e tij, mund të përgjaket, mund të mbetet në karrocë, mund të mbetet i lënduar, i qorruar, i verbër, mund të mbetet me të meta për shkak se është lënduar ndonjë gjymtyr e trupit të tij, e pa aftëson atë në jetë, në punë, me përqindje, pra mund të jetë invalid 10%, 20%, 90%, ndoshta 100%, pra bëhet njeri i lënduar, pra që duhet ta mbajnë të tjerët sepse ai nuk mund ta mbajë veten. Por kjo është njëra anë, ana tjetër është lëndimi nga ana shpirtërore. Për këtë që nuk ka spitale që mund të shkojmë dhe të drejtohemi të kërkojmë mjekim. Nuk kemi diçka që mund të operohemi prej saj. Nuk dim se çfarë të largojmë kur ne jemi të plagosur në shpirt. Andaj, sidomos në këto kohë, kur të drejtat e njerëzve janë më të avancuara se çdo herë, kur burri dhe gruaja janë partner, nuk janë robrues dhe rob, nuk janë më në trajtën që kanë qenë do kohë më herët. Andaj, edhe shprehjet duhet të ndryshojnë, sepse lëndon, fjala lëndon. Pra, nuk mund t'i thuash me emër të kafshëve gruas, nuk mund t'a thrasësh atë me emër që e lëndon, edhe nëse është emër njeriu. Pra, nëse ne e kuptojmë që diçka e preokupon atë, duhet ta kem parasysh se ajo mund të jetë më lënduese se sa edhe flakareshi, se sa edhe dhuna fizike. Për dhunën fizike në asnjë kohë nuk ka qenë e toleruar, por sot është e përndjekur dhe beligj, dhe ka plot prej bashkëshortëve që ndoshta për ta shfryrë mllëfin e tyre, për mospajtimet eventuale që i kanë, përdorin fjalorin, përdorin gjuhën që mundohen ta lëndojnë njëri tjetrin. Nuk e kam fjalën vetëm për aspektin e fyerjeve. Pra, gjuha di të shkatërrojë njeriu. Gjuha mund të bëhet shkaktar që ti të jesh dhe të ecësh zvarr në zjarrin e xhenemit, sepse lëndon tjetrin. E besimtar i mirë, musliman i sinqert është ai nga gjuha dhe dorët cilët janë të sigurt të tjerët. E jo që kur ti kthehesh në shtëpi, gruaja jote duhet të ruhet më shumë prej fjalëve që ti ja thua. Nëse ajo vinte nga një familje e varfër, ti thuash se te unë një ngopur për herë të parë, kjo është fjali. Nëse ajo ishte jo e bukur, por erdhi në shtëpinë tënde, ta mbushi me fëmijë dhe ti sot ke gjetë t'ja përmendësh jo bukurinë e saj dhe ke pranuar ta kesh bashkëshorte, kjo e lëndon. Kjo nuk ka mundësi që të shërohet diku tjetër. Nëse ajo ka një arsye që të jetë më inferiore, më e ulët se ti, dhe ti shfrytëzon rastin t'ja përmendësh atë, atëherë ti në bashkëshortësi nuk ke lidhje, ti je e rënues i atyre raporteve dhe kjo nuk të ka hije asesi. Dhe ana sjelltas, ka shpeshherë që gratë janë faktori që burri u ngrit në jetë, që u avancua në jetë, besa dhe u pasurua, sepse raportet familjare ndoshta kanë shkaktuar që ai edhe të bëhet më i gjallë dhe më i ndihshëm në shoqëri. E tash ti thot gruaja,
unë të bëra shtëpi, unë të bëra njeri, unë të bëra baba e tjera, pra pse këta të mos bashkëveprojnë dhe t'ja njohin rolin njëri tjetrit, por ta lëndojnë?